Unë I kom 3 nuse, me njënën kom jetu të tash ajo në shpit vete kemi qitë na. Vjatë njëtër kam. Këtu ma shumë. Vjera është sheri ma I madh. Vjera do të mbikëqy punë të veta, minimum me mësu. Shka do mirë, mi thonë bonë më nuk donë, po ti bone, mëse bovët ajo, qa. Po kësha thonë tëna vjehra, këqyën I rejat, së rejat pa to nuk kemi ku me shku. As nuk kemi shka me bon. As na I kemi sytë ka ato, se na jetën, si menojmë me jetu, duhet me menu mas parit e ato. Mirë. Si më kalon? Mirë shumë. Disponim? Mirë. Shëndeti mirë? Mirë ashtu. Ka pak. A I po vjerë? Po, more, 3 herë. 3 herë, a? Po. A duhet martesën e djalit për 10 vjera? Jo, vjera do të mbikëqy punë të veta, minimum me mësu. Shka do mirë, mi thonë bonë më nuk donë, po ti bone, mëse bovët ajo, qa. Po kry, ku gjë s'ka tjetër, vjera është sheri ma I madh. Se po të shari ma I madh? Se vjera krahason të rejat me plaka. Shka kanë punu plaka të rejat nuk mujnë. E për aty nuk mujnë më ra kur në regull që shdojnë ajo. Unë I kom 3 nuse, me njënën kom jetu të tash ajo në shpit vete kemi qitë na. A I keni qitë ju, a? Na kemi qitë se gjyna. Të natë mirat kemi kalu mirë, fëmija më vinë, shkojnë vinë, nuse a vjenë. A I donë 3 jatë njëtër kam. Këtu ma shumë. Këto që e kom këtu ma shumë. A që jeton me ty, a? Po. Këto edhe ki afer, apo? Po, e kam edhe afer, edhe kam qenë në Smut, në spital në Prishtinë, më ka najtë e kryt, më ka këqyë, më ka respektua, më ka dasht. Këti ka thënë anona e kije. Po, unë e vjehra jam gonë, ajo si ka të regu bilëm. Stojnë si kodë si nan e 2 të bëtë vjera. Nësë është e mirë? Po, qashtu është. Ajo merë më fotografonë, më qetë në Facebook, bisedon me mua, gjithë shka. Me mirë nuk ka. Me tonë si qikat, është me tash. Qik nuk kam une. As ki qik? Ja, nuk kam qik. Pas është ka me gjelizu? Ja, qik nuk kam shqyqyrë se qikat hinë pak sherë. Edhe të rikonotat si dojnë? Po, ja, qikat jenë pak sherë, kur marrë të djali, po, bëhet mirë. Se po të jenë sherë e pak? Se dojnë me dash nona, sukur ato, nuk guxon nona me nuse mu sjell mirë, duhet veç me ato, ajo nuk o në shpi me neve. Duhet nuset mi këqyën, mi respektua, nuset e kanë kohën e vetë, jetën e vetë, na të e kem tonën, na përshka I mojnë nuset për qëtë kohën e vjetër, këtë vina, më na këqyrë dikush. Më na nerua, më na përcjell, më na I dhonë barnat. Ajo dhe pse o largë, mund më arë mi pru barnat. Mirë është, unë kur gjo vrejtje nuk kam, edhe ato që janë jashtë nuk kam vrejtje kur gjo. Pa ato njëhen vinë. Unë me med në ato des, ku shumë ka këqyrë mua të jem ka që vlavi, edhe vlavi, djemët. Se po njën nuset që shfërdzune prej vjera, po thojnë. Shumit sa që shfërdzune. Shka mas, ka. Ajo shfërdzune si pas ti, e? Po, vëllaj nuk ma merë menja, po ka. Ka dhe si rasti, ka dhe kësie. Ka, shka mas, ka. Unë për veti nuk I ngusi, as nuk e veti ku po shkon, as ku je kon. Për shka? Ajo e din punën e vetë, jetën e vetë, punon me atjen... Opi harre jam në be, Stambol punon. Shkon punon, kur gjo s'kom vrejtje pisajna heq. Ta shka dalë shpit vetë, fëmija vinë, ajo vjenë. Shumë mirë. A unë që konflikti këtë është që vjerat I përzije nuseve dhe se kalojnë mirë. Po tashti edhe ka dhe nuset, ka nuset që nuk dojnë, nuk e dojnë punën. Se dojnë mësimin? Po të zdojnë kur gjo dojnë vesh me shetit, kur dojnë vesh mu vesh, mu nërejq, me dalë me ladru, nuk shkon ashtë. Pak duhet një respekt, hiq më se dash vjerën, ko që është një me mëngjesi, një mirë dita, një nona jekon mije, qysh jekon. Po plakat lipin kajde shumë, po nese. Po ju I ma të mirat. Po vallaj, po ti. Nuk ka jetë pa juve. Pasha zotin jo, qashtu. Ju jetë nga bëllësira shpis. Po vallaj, qashtu. Qaj kështë ta gjithë vjerave dhe gjithë nusëve ka një mesazh. Ju kësha thonë tëna vjehra, këqyën I rejat, së rejat pa to nuk kemi ku me shku. As nuk kemi shka me bon.
As na i kemi sytë ka ato, se na jetën, si menojmë me jetu, duhet me menu mas parit e ato. E nuset në të unqin pa kryt, në të punojnë. Të emra më ndalë shpit vete, e që të punë duhet mi bo. Shtu që inshallah janë si o ma mirë ato edhe na. Ju paqem. Po, faleminderit. Uroj ma të mirat, shëndet deri për më në Ju fundit. përshëndet. Respekte shumë.